Zemra ime, vetëm ti, o zemra ime. Ti më thoje do të jesh jeta ime, vetëm ti, o jeta ime. Ma ktheve shpinën e më të po shkoj, një morje mente me ne pagoj. Sa pak në udesht jo gjelozi, Zoti të vrapto moj trapik. Ma ktheve shpinën e më të po shkoj, një morje mente me ne pagoj. Sa pak në udesht jo gjelozi, Zoti të vrapto moj trapik. Ti më thoje do të jesh zemra ime, vetëm ti, o zemra ime. Ti më thoje do të jesh jeta ime, vetëm ti, o jeta ime. Ma ktheve shpinën e më the po shkoj, një morje mente me ne pagoj. Sa pak në udesht jo gjelozi, Zoti të vrapto moj trapik. Ma ktheve shpinën e më the po shkoj, një morje mente me ne pagoj. Sa pak në udesht jo gjelozi, Zoti të vrapto moj trapik. Ma ktheve shpinën e më the po shkoj, një morje mente me ne pagoj. Sa pak në udesht jo gjelozi, Zoti të vrapto moj trapik. Ma ktheve shpinën e më the po shkoj, një morje mente me ne pagoj. Sa pak në udesht jo gjelozi, Zoti të vrapto moj trapik. Faleminderit shumë, faleminderit Naren, zona Ktheve shpinën e më the po shkoj, mi morë mente më le pagoj. Vetët që në pagoj një jetë. Njerë jetë e kom bo na imin pagoj, pa tekst. Njëherë në jetë. Ja kom bo një të falsi. Zonja zotrim, sa për të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe t'ju ajë në Odeon. Mirë mbrëma të gjithve kudo që ona ndihën. Mirëmbrëma, mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptar, kudo që të jeni, nga do që të jeni. Ja ku jemi përsëri bashkë këtu në sheshin e fjales e mirë, e këngës së bukur, në Odeonin tuaj, këtu në radio televizionin 21.
E jemi këtu bashkë të gjithë me një skenografi tër glamur që është dorë vendore dhe kjo është bukur. Do të kemi shumë çka të bukur sonte, do të kemi mysafir tepër të veçantë, do të kemi humor, këngë e shumë çka tjetër. Në mënyrë që ju të kaloni sa më bukur në këtë të shtunë dhe të dielën në mëngjes t'i hapni syt bashkë me spektaklin tuaj Odeon, me Odën shqiptare, që është si gjithmonë që e them, nona dhe baba e teatrit, që nga Pellashgia, Iliria deri më sot. E jemi këtu vërtet në një skenografi tër glamur, glamurozitetin përjashton sonte Miria me këtë fustan të bukur, me këtë paraqitje. Me këtë krijim të kreatores Nehare Zekolli, të cilën e gjeni në fushë Kosovë, e gjeni edhe në rrjetet sociale, me emër të mbiemër, do me ta Nehare Zekolli, në Instagram dhe në TikTok. E gjeni dhe do të surprizoni prej modeleve të bukura, si kur u surprizova unë sonte këto në Oda. Nehare Zekolli fushë Kosovë. Për absolutisht grimin, për pregaditjen, zbukurimin tonë të përgjithshëm është për kujdes shtëpia e grimit, e ondulimit, Agonita Hair, Agonita Sogojeva, fushë Kosovë. Ne që në kytje në spektaklin tonë, pa humbur kohë do të vinë. Ato që na sjellin gazin, humorin, përmes humorit të tyre, alegorisë, satirës, artistët e humorit, Dada Hyr dhe Kulja. O, zotë s'ka ma mirë se në shtë. Apo, a? Po, vina këtë si marë shpitun. Oj, mek që shje mek? Mirë, Si bukur. princesh këtë. Si të rëndafile kuqa. Që shje mek? Mirë falenderit, ju vësjeni. Që dhe ty be mirë. Le më tash, sa më rëmsysh Kjo për jë ti e bo të rëndafil. që shje, Kule, s'ka spora ato është diçka. se dia zvet qau bo, zarë që kjo vakt më tranoj. Që kë grep. Që kjo grepe që të senë në tranun kej. Të në të më tranun. Allah hila i pe lojmet. A i pe? I posh. Ata si normal. Pa le bre, hishu ty në Allahile, kryt të pan ma kanë bo. Veç politik, 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 hajt. Ah, mua, di që po më keshët, mëri? Ha, Njerës të ngojt mas politikan, qysh po ngojnë njerës mas politikanve. Po me ngojt politikan mas neve, qysh po bojnë anatur për votat tëne, a e din që sot e kishim festu 50 vjetorin e liberalizimit vizave. a di që i ka thënë bleta vëtër nënës vetë. Ju, qka? Ma, më tha, pse na nuk kena qeveri dhe parlament? Ja bon momi vetët, se na e na bleta, na bojmë mjallë, nuk bojmë mutë. Italisht, ngëm, Ha, italisht, parlare, i është me full, po, mentire është porren. ha, Tash e din zbulimin e fjallës parlament. a di që shko kjo punë? Kjo punë shkon kështët. Një vjetë vjedhe une, një vjetë vjedhe filoni, një vjetë vjedhe fisteki, mande edhe Filanovici me vjedhe një vetë s'bot në. O, boba jam, fejke. Ha, Nëse e shë një budon në rrugë, për shëndete, se kërsi djetë në ashta nesër më në që dhe në qeveri. mua di qa po më keshët mas shumë ti. Po më keshët se kur pikan më ledhjet aty në parlamentat, kur po do të me full, si burat, si grot, këtë heshtje, veç rinë kështë dhe kështë këqyrën me zveti, atë, heshtje, këtë heshtin, masa nej, për njerë, si qajtë zdit, kështë qatë O, që ta kishti për një me kesh. O, zëtë, fërtë më kishti me kesh. Na edhe pa politik që shtu ja bujmë. Po për dalim në shpe, nëse buri hesht, është mendimtar. Po nëse gruja hesht, atër mendimtari ka të lashet mdoja. Aj, di qa po ishim plokët këtë na here.
Të ishin burrat moshkujt. Po. Janë si kepa. E qiran. Në fund, ata çka jetë, të shtin me kajt. Pa di qa thojnë pleq. A e din kush kur flasin gratë mas pakti? Unë se di. Në shkurt mëre se i ka më 28 dhe. Po këqyren, edhe pse Zoti, për shembull neve grave, na i ka dhonë vitlat, na i nukim edhe i vizatojna. Pa. Na i ka dhënë thëjt, na i premi në gjesim të plastikës. Pa. Na i ka dhënë gjëksin, a përdin? Na shtina silikona. Bash ashtu. Na ka dhënë gjatësin trupore, na veshim shtikla mu dok ma të gata. Po. Kur na vetë nuk jena të knaqta, me dhe të lumtuna me ato që na i ka dhënë Zoti. Për kësh janë bre moshkujt me na dashtë dhe me na bët lumtuna. Po bre po, veç në ketë historinë e njerëzimit, Po, moshkujt edhe jetën e ka një për dashni. Jo më sumë në heq, që për shembull, Valentini, diq për dashni. po. Romeo gjithashtu edhe ai diq për dashni. Gjeku në Titanic, ai des për dashni. Shë, Herkuli me Akilin, des edhe ai për dashni, desin dytë për dashni. po. E ku janë gratë këtu? Cila u dek për dashni? Atu jetë për dashni. A peshe që na gratë gjithmonë të pak naqta, të pa lumtuna, për që ata një dësti jemi, një farë George Sand, thët, egziston vetëm një lumturi në jetë, të duash dhe të duan. Jemi në spektaklin tuaj. Që në fillim kur kemi anoncuar, kemi thënë se Kosova ka fest sepse ka zgjedhje. Vërtet, oponencat në mes vete, sikur edhe akuzohen edhe sikur flasin se këto zgjedhje të panevojshme kështu. E rëndësishme është që ka zgjedhje në Kosovën Republik, në Kosovën e lirë. Në këto zgjedhje, për fatin e mirë të rallë konkurrojnë njerëz nga më të ndryshmit, po e rëndësishme është që i shohim pretendimet që dia dhe shkenca të shkoj absolutisht në panteonin e asaj të legjislaturës që quhet Parlamenti i Republikës Kosovës. Ne kemi fatin e mirë të rallë ta kemi një musafir pretendent për në Parlamentin e Republikës së Kosovës, është profesor doktor, ka qenë edhe deputet, aktivist, mbi të gjitha njeri i dijes dhe i shkencës, që ka vendos ta jo ta sprovoj veten, po ta vëj veten në shërbim të atë dheut, në shërbim të vendit. Zone e zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, profesor, doktor, Lulzim Zeneli. Prof, mirë se erdhe. Si je? Ulli profesor, mirë se erdhe. A ke princip kështu që ndronë para studentëve në kamp më shumë, kur ligjeron, kur flet? Po, më shumë në kamp, rrallë herë ullëm, do të thotë, ndoshta njeri ndihet më mirë. Ma shumë dashuri për shkencën, për dijen, për të folurit, për komunikimin, se sa për karriken, ha? Është e vërtet, do të thotë, karrika nuk krijon komoditet, siç mendojnë. A nuk krijon komoditet? Nuk krijon komoditet, ajo që është shumë e rëndësishme është që nga njëre mendoj që shumë të pasivizon. Prandaj në këtë aspekt mendojmë që, jam i bindur që t'jesh më aktiv, gjithmonë kamp, vertikalisht, është më e rëndësishme shumë, sidomos për ne. Në formësimin tuaj, akademik, shkencor, zgjodhe kimin. E kishe dashuri të hershme, që në fëmijëri, që në shkollë? Në fakt, në fëmijërini, në shkollën fillore, po dhe të mesme, në gjithmonë shkencat eksakte kanë qenë ato të cilët më kanë bërë më shumë përshtypje. Kimia, biologjia, fizika, kanë qenë gjithmonë ato të cilat i kanë preferuar.
Nuk do të kisha thonë që gjithmonë kimia ka qenë objektivi. Mirë po, ecuria e jetës në ato vitet disi të përcaktojnë. Fakti, shkenca teknike dhe shkencat e natyrës gjithmonë kanë qenë të preferuara. Po asnjëherë, po ashtu edhe mjekësia, gjithmonë këto kanë qenë disiplina që në gjeneratën tonë kanë qenë të favorizume, si diçka që krijojnë një imazh krejt tjetër, një personalitet, po edhe është mundësia për me dhënë një kontribut më të madh. Po kësaj rrugë i hecë mirë, profesor. Tashi, ju jeni sot profesor doktor, po një iri me shumë punë, me entuziazëm, njëkohësisht edhe aktivizëm, sepse sa po kishte mbaruar lufta, ishte një djalë shumë i ri, kryetari rinisë LDK-s, me thana, a quhej kështu Rinia Demokratike apo Forumi i rinisë. Forumi i rinisë lidhjes demokratike. U zgjodhëm njëherë mas luftës apo? Po, fillimisht mas luftës, institucionet e vendit dihet, do të thotë, nuk ka ekzistuar një sistem i strukturum dhe në atë kohë aktivizimi jonë ishte si rezultati asaj si hajde të kontribojmë diçka. Për vendin. Në një realitet të ri, në lirinë. Ishte periudhë e strukturimit të asaj çka mundi. Po, do të thotë ajo çka mund të kontriboj. Diçka me atë këtë entuziazmin, ka ardhur liria, tash në vendin tonë duhet ndërtojmë, secili duhet ta ketë një qasje pak më praktike në raport me atë çka mund të ofroj. Dhe në këtë aspekt, angazhimi im ishte fillimisht në forumin e rinisë, por edhe në vitet 90-ta, ta themi, gjithmonë edhe si student kam qenë aktiv. Në gjitha proceset në kuptimin e asaj të organizimit politik, si student, edhe në Unionin e Pavarur të Studentëve, po edhe në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kryesisht aktiviteti jonë ka qenë më shumë humanitar, do të thotë organizativ, aktiviteti rezistencës në një periudhë të okupimit klasik. Prandaj gjithçka që ka qenë e nevojshme e kemi pa veten aty të kontribojmë. Absolutisht përkushtimi, dashuria ka qenë edhe në. Po kalojmë pas luftës. Në një periudhë interesante, thashë strukturimit e vendosjes së institucioneve, një djalë i ri, po megjithatë përvoja interesante të komunikimit e interkomunikimit, sidomos me ndërkombëtar. Në fakt, pas luftës ishte mundësia, u hap një mundësi e re e kyçjes, aktivizimit konkret, sidomos të një gjenerate të re, që kishte ambicie, jo vetëm politike, po në gjitha rrafshet, dhe në këtë aspekt unë e shoh veten në aktivizim politik. Ishte propozimi rrethit, shoqërisë, miqve, veprimtarëve, aktivistëve që duhet të jem një prej personave që do të udhëheq forumin e rinisë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë isha i sapo diplomuar në atë kohë, isha i kyçur në Institutin e Biokimisë, në Fakultetin e Mjekësisë, në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, diçka që biokimia gjithmonë ka qenë pjesë ambicieve të mia personale, ta ushtroj profesionin në praktik dhe të kontriboj, mirë po njëkohësisht ishte çështja tjetër që kërkohej një aktivizim konkret në një realitet të ri. Prandaj edhe këtu, do të thotë, u kyça si kryetari i Forumit të Rinisë dhe pastaj edhe si deputet. 3 mandate deputet. Në të njëjtën kohë se kena rrugtimin se e mora një CV tëndën, është shumë e gjerë, me thonë drejtën, profesor, për mu ishte shumë krenari kur e sheh një profesor doktor që ka aq shumë punime shkencore, aq shumë punë, lëvizje e suksesshme në përkrejt shkallët akademike dhe për këtë gjë të përgëzoj së pari për ato që i ka arrit vetë, së dyti të përgëzoj që i ka vendosur përsëri me u kthy parlamentit e politikës më intensivisht, po më shumë në shërbim vendit, se një njeri në aspektin e dijes e të shkencës, e pastaj ajo si diploma dhe të asiguron pozicionin, se ki problem. Do më thonë në nejtë rahat, po atë rahatin tonë nuk është se e ke vullosë dhe duktu me qëndru, po i kthehesh parlamentit. Tash pas 3 mandateve si deputet, çfarë ju bën të besoni se këtë herë mund të bëni diçka më shumë që nuk arritët të realizoni më herët? Ka vite
tona, do të thotë prej përfundimit mandatit tretë në vitin 2010. Gjithmonë ka qenë pjesë e bisedës, debateve të brendshme tona se apo bëj mirë që ndrojmë anash, apo të japim edhe një mundësi përmes aktivizimit konkret. Edhe ajo që ka për mu gjithmonë ka qenë e rëndësishme është që gjeneratat e reja, aktivizimi tyre, ofrimi inputeve nga përmes akademisë, universitetit, shoqërisë civile, është imediate gjithmonë për kohën. Prandaj, gjatë kësaj periudhe, disa zhvillime kanë ndodhur të cilat fatkeqësisht ne kemi pas një qasje kritike në raport me ecjen tonë si shoqëni, po edhe si republikë në përgjithësi. Pse? Për vetë faktin se kemi prit shumë a shumë. Kemi prit një ecje tonë shumë atë sigurt. Kosovës mbi të gjitha i nevojitet një ecje e cila në kuptimin më figurativ ta themi të jetë karshi vendeve të cilat sot e gëzojnë një reputacion në gjithë arenën ndërkombëtare. Ta themi një fakt, Kosova pavarësisht që ka shumë zhvillime pozitive prej periudhës pas luftës e tej. Kemi ardhur, do të thotë, kur ne sot kemi institucione, kemi shtetin, kemi ushtrinë, kemi forcat e sigurisë, policinë, institucionet duke filluar nga akademia, universitetet publike, private, shoqëria është shumë e konsoliduar, me organizuar. Mirë po, a mjafton ky ritëm i zhvillimeve që ne të themi të jemi komod edhe të jemi të kënaqur? Unë mendoj si absolut jo, për vetë faktin se zhvillimet në vend nuk garantojnë një ecje të shpejtë Kosovës dhe arritjen e standardeve të cilit ne i synojmë. Nëse Kosova ishte një statistik tash në fund dual dhe ishte pjesë e diskutimit me kolegë në universitet, Kosova ka një rritje ekonomike, ta themi, mesatarisht 4%, do të thotë shkon, 4.5, një mesatare. Mirë po, shtetet e konsolidume dhe shtetet e avancuara që kanë arrit pikun e zhvillimit ekonomik, apo të themi jam shumë afër të asaj. Të marrëm shembull një shtet i cili është kemi miqësi dhe raporte të mira dhe gjithmonë është një pasqyrë dhe një target se ne ta marrim si referencë atë Kroacia, për shembull. Mesatarisht 2-3% kemi rritje ekonomike, mirë po me këtë standard të cilit ne jemi duke shkuar, Kroacia ka rrit pikun, do të thotë në kuptimin e asaj që një zhvillim që barazohet me shtetet e Unionit Evropian. Ndërsa nëse me këtë ritëm të zhvillimit ekonomik shkon Kosova dhe njëkohësisht shkon edhe Kroacia, ne ta themi që Kosovës i nevojitet 70 vite të arrin nivelin që sot ka Kroacia. E tash këtu shtrohet pyetje, a mjafton kjo rritje ekonomike, ky zhvillim, që aktualisht përjetojmë, që ne të kënaqemi dhe të themi se nuk mund ose të dorëzohemi para këtij realiteti. Unë mendoj se jo, Kosova ka potencial të jashtëzakonshëm që duhet vihet në funksion, ka resurse, prandaj është shumë e domosdoshme që ky kapital njerëzor të jetë në funksion të zhvillimeve. Ku e bazon këtë, sigurisht nga takimet të shumta, nga formësimi juaj arsimore akademik që ka ndodhur edhe në Amerikë, ju edhe në Evropë, e parë që edhe në Zagreb, domethënë kishit pas paraqitje, a ke konstatuar si profesor që në realitet potencialin e diturisë, të dijes e kemi, e që do të duhej me vënë në veprim në këtë vend, me përndez të gjitha kapacitetet e mundshme, që vërtet mos me me të katërshi, po na me shku me një hovë, me një... Se jemi edhe vend i vogël, po një farkaqiku ekonomik, duke u bazu, sidomos edhe në mërgat, e kemi goxha. Në fakt, sa po e kemi shfrytzu resurset, kapitali njerëzor, ajo na ka sjellë në një pikpyetje të madhe që Kosova a është ajo të cilën ne e kemi pretendu, e kemi mendu vazhdimisht. Kur bisedojmë për ecjen tonë, ta themi, ne kemi pas një havë jashtëzakonisht madh në periudhat e para të pas luftës. Shumë miq ndërkombëtar, shumë institucione, Kosovën e kanë pa me një sy tjetër.
Para disa ditëve patëm edhe deklarimin e ish ambasadorit suedes, kur thotë se Kosova ka qenë shumë para Republikës së Shqipërisë në procesit e integrimit. Sot kemi një realitet krejt tjetër, për shkak se politikat nga njëherë po i ndryshojnë orientimet dhe po i ndryshojnë prioritetet. Kosova prioritet absolut numër 1 duhet të instalon dijen e vendimarrje. Politika duhet të bazohet në evidenca, duhet të bazohet në faktografi, duhet të ketë një lidhje organike, ta themi, mes politikbërjes dhe profesionalizmit. Dhe nëse këtu ka shkputje, atëherë ne do të silmi në një qark të mbyllur dhe do të mirëmi atëherë me elemente tjera të cilet nuk i shkojnë për shtati, as zhvillimit, as stabilitetit dhe përfundimisht ta themi qytetarët atëherë kanë arsye të jenë zëmruar, të jenë polarizuar, ta themi në kuptimin e mendimit, edhe pse gjithmonë ta themi atë që qytetarët tanë kanë tregu vazhdimisht një kulturë, një politike, një emancipim në të gjitha fazat e zhvillimit edhe të arritjes, edhe të lirisë, edhe të pavarësisë, edhe demokracisë edhe në këtë fazë. Më të drejtën një mendësi që me shku dijes më rapa, me rëndësishme është që dija me udhëheq. Dhe mirë që keni vendos, sepse aty duhet jenë ata që vërtet e kanë recetën e zgjidhjes së problemit. Po recetën e ka veçaj që është doktori asaj pune. Na shkojmë të doktori me marrë recetën, me marrë barnat për mu shëru. Edhe një vend që ka nevojë për zhvillim, do ta merr recetën të ekonomistët, e industrialistët, inxhinierët, financierët, të gjithë këta që e kanë ka LDK-ja një program në të cilin determinon dija juaj, veprimi juaj të këtil që pretendon që nëse i fiton zgjedhjet, po dhe nëse nuk i fiton zgjedhjet, po shkon në parlament suksesshëm e fuqishëm, të jap modelin e zhvillimit të ecjes së shpejtë përpara. Në fakt ajo që e përcakton dhe e dallon lidhjen demokratike të Kosovës nga subjekte tjera politike, ta themi këto me kuptimin e plot fjalës, është potenciali njerëzor. Gjithmonë LDK-ja është identifiku si subjekt politik, apo adres, apo familje e intelektualve, njerëzve të dijes, nga akademia, universiteti, shoqëria civile, njerëz që kanë dhënë rezultate në jetë. Dhe prandaj në këtë aspekt duhet theksohet se lidhja demokratike ka një program i cili është i ndërtuar mbi bazën e realitetit ekzistues. Krejt këto qarje, krejt këto qalime që kanë ndodhur në zhvillimet ekonomike, politike, në arsim, në shëndetësi, në mjedis, gjitha janë të inkorporuara në programin politik. Do të thotë kush, nga profesionistët, nga kuadrat, të cilët kanë një eksperiencë, një ekspertizë dhe që garantojnë implementim të suksesshëm. Në qoftë se pas luftës ne nuk e kemi pas, ndoshta s'ka qenë vedia e duhur politike në kuptimin e involvimit të ekspertizës në vendimarrje. Sot ajo nuk duhet të diskutohet. Sot aq ka nevojë për instalimin e dijes në vendimarrje dhe ofrimin e krejt potencialit, krejt profesionistëve, ekspertizës, referencave të cilit kuadrat tona i kanë kriju gjatë punës e vetë, dhe tash të vijë në veprim, dhe në veprim të politikës, vendimarrjes, të zhvillimit. Dhe kjo është e rëndësishme që lidhja demokratike e ka këtë mundësi, e ka këtë potenciali, ka afinitet, unë shpesh tham, ka veti magnetike të ofroj këtë potencialin shkencor, profesional, organizativ, në fokus të çështjes që ka të bëjnë me proceset e zhvillimit të vendit. Një kohë Hoxhaini kanë pas shpërnda e shoft një vullnet të kthimit të dijes, të mendjes, të këtyre profesorëve, doktorëve, pasha dhe listën. Dhe për shembull, ju vetë keni pa nga afër universitetet dhe institucionet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në Evropë. Kur kthehesh në Kosovë, cila është gjëja që të dhem më shumë? Kur tham kur kthehesh, në realitet ju jeni kthyer se i keni qëndruar gjithmonë Kosovës, po përvoja keni kriju në SBA, në Evropë, gjithandej dhe mundësit keni pas me met atje. Por kur ktheheni këtu, cila është gjëja që ju dhem më shumë? Po, gjëja e parë
gjithmonë e kemi në spikam që shqiptarët identifikohen me individ suksesshëm në gjitha profilet. Dhe çka na mungon ne që nëse një kuadër i joni është aq shumë i suksesshëm, aq jep rezultate në vendet perëndimore, prej SBA-s dhe anë kënd botës, globit, dhe në Kosovë thujse nganjëherë krijohet i përshtypje që edhe nobelistët më të mirë t'i sjellemi në vend disi deprimohen, e humbin rëndësinë, e humbin vlerën. Çka na mungon neve? Ekipi, neve na mungon sistemi. Do të thotë, sistemi i punës. Ne duhet të ndërtojmë sistem dhe sistemi e mban zhvillimin, e mban organizimin, jep mundësi sicilit potencial të ofrohet edhe të kontriboj. Dhe prandaj këtu gjithmonë kur bisedohet për ndërtimin e institucioneve, për stabilitetin institucional, për strategjinë zhvillimore, ne fillimisht duhet ta skicojmë sistemin i cili ai sistem të jetë organik dhe të jetë i zbatueshëm, të jetë praktik. Ne sot fatmirësisht kemi modele të ndryshme në botë, të cilat janë kriju me kohën, kurse ne me këtë kontribut që ka dhënë faktori ndërkombëtar dhe ka ndihmuar Kosovën në gjitha proceset, dhe ne duhet ta përqafojmë dhe të jemi të gatshëm, të marrim ekspertizat më të mira dhe të zbatojmë praktik. Potencial kemi, na nevojitet organizimi i brendshëm. E këtë organizim, unë jam i bindur se LDK-ja e ka këtë vizion, e ka këtë potencial të ofroj, dhe në këtë mandat që po him, unë besoj që do të ketë ndryshime radikale. Profesor, po sistemin e kemi, si duket sikur e shkelim sistemin, se na kemi një kushtetut, kemi një republikë të shpallur, të pavarur, na kanë pranuar 120 shtete, ka plot shtete që në Kombët Bashkuara që si kanë as 90 shtete që i kanë pranuar, por sikur e shkelim sistemin, do më thonë, çka do duhej bërë që ky sistem mos më guxu më shkel, kushtetuta, ligjet, rendi, rregulloret e punës? Sistemi ekziston, po sa zbatohet, e thatë ju shumë mirë, sa është funksional, se s'ka përgjegjësia. Edhe mungon përgjegjësia, mungon vedije mjaftueshme që kërkohet. Ta themi kësaj, për shembull, ju një vetë mjek, doktor, dhe në qendrën klinike universitare kemi shumë klinika. Po nëse hini njërin në klinik dhe i viziton edhe klinika tjera, keni me vrej dallimin e madh në organizim, në qasje, në ushtrimin e detyrave të zakonshme, profesionale, nga ana e stafit, dhe thue, a janë njëjtin kuadër një sistemi? A kemi të bëjmë me njëjtit njerëz, njëjtit profesion? Po një klinikë është shumë organizume, nuk ka listë pritjeve, dhe ka menaxhuar në mënyrë shumë suksesshme, derisa një tjetër do thotë skandal. E kemi defektet evidente. Do më thonë, kemi vende që veç i dojnë rrogat, të shku edhe deri në nivelin më të lartë. E rëndësishme do të ishte me pas zhvillim, me vazhdimsi, se rrogat me i do, është një sintoni që vazhdon në... E dojnë, do më thonë, unë bëj shaka, tham, një drejtori një shkolle që nuk ban reforma, nuk sjell laboratore të reja, nuk sjell kompjutera, nuk bën salla të reja, nuk... I dojnë veç rrogat i dojnë arkatari, a i shkruan atje dhe... Profesor, nëse një student i shkëlqyer ju thotë se po largohet përgjithmonë nga Kosova, çfarë do t'i thoshe për ta bindur që të shndrojë? Se ju keni shumë punë me studentët në realitet. Në fakt, këtu është ajo, si thojmë, goditja më e madhe që po e pëson Kosova. Kur një kuadër ngrihet, investohet aq shumë, të krijohet një profesionist dhe e sheh që nuk ka perspektivë në vendin ku është ka lind dhe është rrit, atëherë definitivisht është një porosi, një mesazh jo i mirë për perspektivën e vendit. Çka i themi ne, do të thotë, në situatat e cilat në realitetin ekzistues ka shumë pak përgjigje të ofrojmë individëve të tillë. Gjithmonë bisedat tentohet edhe mendohet që në shoqërinë tonë të jenë më shumë, ta themi, ti qetësojmë ato gjakrat, zërat, kritik. Mirë, po problemet nuk zgjidhen duke i menjanu përgjigjet adekuate. Ta themi si Kosova ka nevojë
për ndryshime radikale. Në ne është shumë evidente. Neve nuk na ushqen, nuk na mban, nuk na identifikon, ta themi, sloganët, propaganda, ta themi atë çka është e nevojshme vetëm ti ushqejmë zërat kritik për momentin, ta ruajmë, ta themi në thojza, paqen sociale. Kosova ka nevojë për vizion afatgjat, për vizion të strukturuar, për vizion I cili bazohet në rezultate konkrete. Neve në nevojitën rezultatet. Kosova duhet I prek rezultatet. Nuk mund të themi se arsimi do t'jetë më mirë nesër se sot. Shëndetësia do t'jetë më efikase se sot. Zhvillimi ekonomik do të shënon rritje shumë më shumë vitet e ardhshme, derisa kemi një periudhë që po e lëmë pas që nuk ka pas lëvizje. Përkundrazi, do të thotë kemi pas blokada, jo stabilitet, imi marrë me njëri tjetrin. Sa po thuj kemi fik motorat e ministra, është problem të ndezi me të nisime? Definitivisht ka nevojë për një restart, ta themi. Çfarë cilësie personale mendoni se ju dallon juve nga shumica e kandidatëve që kërkojnë votën e qytetarëve? Të parën e thamë une, është një profesor doktor I nivelit botëror, më falë, që po të kursej prej modestisë. Vazhdojmë tutje. Në fakt, Kosova ka nevojë, institucionet tona së pari për kulturë politike, për maturi, një politike bazuar në evidenca, në rezultate. Unë shpesh e tham këtë, nëse në laborator gabon, rezultatin e ki zero. Të dështuar. Po nëse politik gabon, pasoja do t'i bërë qytetari. Vendi, do thot perspektiva, pritjet, e gjitha këto. Prandaj ajo çka është e rëndësishme është që ne angazhohemi që në vendimarrje të instalohet dia, të ruajmë integritetin e institucionit. Një kulturë politike të instalohet në proceset e vendimarrjes. Kuvendi I Kosovës ka qenë arenë e sharjeve, fyrjeve, debateve të cilet as pak nuk I kanë kontribuar shpresoj që në të ardhmen do dominoni ju profesorët akademikët e kështu dhe do të zbutet, Të them që edhe në të kaluarën legislatura e parë, dytë, e tretë ka pas një nivel jashtëzakonisht lartë, do të thotë edhe debate, diskutimit dhe pavarësisht kritikave, pavarësisht mendimeve të kundërta, është ruajtur një nivel I kulturës politike. Në vitet e fundit, thuaj se do të thotë ne e kemi çorodit sistemin politik. Prandaj kontributi im kryekëput do të jetë përtej angazhimit ta themi në kuadër të subjektit politik. Të ofrojmë maturi në vendimarrje, të ofrojmë ekspertizë, edhe Kosova definitivisht të instaloj kulturën politike, një filozofi e cila është mbizotron në vendet evropiane. Ne nuk mund të jemi të izoluar. Modelit të kemi. Edhe ne kemi nevojë për rezultate. Rezultatet duhet të ndiqen. Subjektet politike, qeveria, institucionet, në përgjithësi duhet bazohen në rezultate. Puna e tyre duhet të jetë në rezultate, jo në slogane, jo në mesazhe të cilet qarkullojnë për rrjetet sociale, edhe në nivel të propagandës, por ne kemi nevojë për rezultate, kemi mbetë shumë rapa, prandaj angazhimi jem kryekëput është në mobilizimin e potencialit ekzistues në funksion të politikave operacionale. Profesor i nderuar, po ju ofrohemi se sonte kur po shkon ky emision, në realitet është nata e fundit, njerëzit duhet vendosin nesër. Edhe kam dëshirë që t'ju dëgjojnë, po kalojmë pak në jetën tuaj, sepse folëm për programin e LDK-s, për qasjen tuaj të inkorporuar në të, e kështu me, ju keni fituar çmime dhe mirënjohje shkencore, e keni në CV, cila arritje ju ka emocionuar më shumë se çdo mandat tjetër politik. Në fakt, ta themi, qoftë, unë e konsideroj veten ende në një rrugtim ku kemi shumë çka për të dhënë, kemi shumë çka për të bërë. Dhe në qoftë se kemi pas rezultate në fushën e shkencës, në fushën akademike, edhe në pjesën politike, duke ditur se 3 legislaturat e para
kanë qenë të tilla ku Kosova ka shënuar rritje zhvillime të cilat kanë qenë me rëndësi kapitale, ndërtimi i shtetit Kosovës. A jenë shkruesi i pavarësisë? Po, do të thotë njëri prej Sa fati mirë i rallë, profesor, se kemi jetu të gjithë me këtë kohë dhe a ka një sakrificë familjare të përgjithshme kështu, që publiku nuk e njeh, por që ka qenë vendimtare në rrugtimin tuaj? Në fakt, ne si shqiptarë gjithmonë kemi qenë pjesë e represionit në kuptimin e plot fjalës, si shoqënie izolume, një shoqëri e cila ndoshta perspektiva jon është mbështetur veç në shpresë, në ideale nacionale, dhe fati im edhe është fati i shoqërisë, do të thotë. Unë nganjëherë si pjesëmarrës në gjithë aktivitetet në nivelin nacional, duke filluar si student në protesta, në demonstrata dhe deri në procesin e shpalljes së pavarësisë, si njëri prej deputetëve që ka firmos, gjithmonë e shoh që diçka që është një kontribut, një aktivitet që është prit, një sublimim i arritjeve, do të gjenerat pas gjenerate, brez pas brezi, që kemi pas fatin në një periudhë caktuar. Mirë po, gjithmonë e shoh në kuptimin e një perspektive që pak shumë duhet me pas një kohë të shikojmë mrapa. Do të kthejmë kokën mbrapa derisa vende tjera dhe ato të cilit ne synojmë të ecim me to, janë shumë para nesh. Prandaj kjo na bën që të mos në asnjë moment të mos rrim pasiv, në kuptimin e asaj që të jemi aktiv në funksion dhe të themi si do të jemi në funksion. Po krejt potenciali jon të aktivizohet për një kauzë, edhe kjo kauza nacionale jona është që Kosova sa më shpejt të integrohet në proceset euroatlantike, të bëhemi pjesë e NATO, së Bashkimit Evropian, rinia tash e perspektiven në vendin tonë. Të kemi një arsim që ne mund të krenomi, një shëndetësi të avancuar. Gjitha këto derisa nuk arrihen, besoj që nuk kemi kohë për lavdata dhe t'i ndajmë emocionet e krenarisë. Politika shpesh kërkon kompromis. Cila është një vlerë për të cilën nuk do të bëje kompromis asnjëherë? Asnjëherë nuk do të bëja kompromis kur cënohet diniteti dhe integriteti i vendit. Çka ju frikson më shumë, që do të humbni zgjedhjet apo do të fitoni dhe të mos arrini pritjet e qytetarëve? Absolut, do të thotë ne besojmë në atë që qytetarët e Kosovës do dinë të vlerësojnë drejt, të masin drejt dhe atë vlerësim që e jepin unë absolut jam jo vetëm që i pajtueshëm në kuptimin e plot fjalës, por e respektoj dhe vetëm shiqoj përpara në kuptimin që cili do të jetë aktiviteti dhe kontributi im. Në gjithë përvojën tuaj ndërkombëtare, profesor, se ke pas përvojë, edhe në nivel politik, po edhe sidomos shkencore të diturisë, cili ka qenë momenti kur ke ndier më shumë krenari se jenë ka Kosova? Po në konferenca ndërkombëtare, do të thotë kur prezenca jonë në konferenca ndërkombëtare është pa gjithmonë me një sy ndoshta jo të mirë, për vetë faktin që vjen prej një vendi të vogël, do të thotë të Ballkanit, dhe kur kemi prezentu me rezultatet tona, është pa që pas asaj ati akti, ta themi, ndryshë është pa Kosova. Do të thotë, nga Kosova mund të prodhohen rezultate të mira, në Kosova ka kuadra të cilat mund të dëpërtojnë, edhe t'japin imazh pozitiv. E ajo që ka është shumë e rëndësishme është që fatmirësisht potenciali kadrovik që ka Kosova është për lakmi edhe nga vendet tjera, dhe ky entuziazëm që ekziston duhet të ketë mbështetjen e plot politike, institucionale, në mënyrë që të rritë kuadrat tona të vinë në shprehje. Dhe fatmirësisht do të thotë ne i kemi dhe fatmirësisht zhvillimet, reformat të cilat do të ndodhin të ardhmen do të japin një inpute të reja në këtë aspekt. Nëse do ta kishit veç një minutë për t'i folur një familje me vështirësi ekonomike, çfarë do t'i thoshit? Ne gjithmonë na ka mbajtur shpresa. Shpresa e shqiptarit gjithmonë ka qenë që një ditë do të vjen liria, një ditë do të vjen pavarësia, një ditë edhe do të integrohemi në BE dhe në NATO, por të kemi orientimin e drejtë. Orientimi jon na ka qenë shpëtimi jon kombëtar.
Prandaj edhe për çdo familje dhe çdo individ, të mos hekim dorë asnjëherë nga ambicjet tona, qoftë familjare, qoftë personale, qoftë shoqërore, shtetërore e kështu me radhë. Prandaj punë, angazhim, vetmohim, në kuptimin e asaj që derisa të arrijmë objektivat strategjike, edhe personale, po edhe shoqërore. Një profesor me përvojë kështu edhe shkencore, po edhe ndërkombëtare, i cili vërtet kështu i realizuar në të gjitha, po që e ka gatishmërinë me i dalë zotat dheut. Se të bësh deputet, unë e quaj me i dalë zotat dheut. Si je në vendin ku vendoset për gjërat më sublime për një vend më evidente më. Megjithatë, a i kjetë ndara, apo si do të doje t'ju kujtojnë qytetarët gjithmonë? Si profesor, si shkencëtar, apo si politikan? Nuk e dia, nuk i kam të ndara asnjëherë. I ke bashka? Nuk mund ta shoh veten jashtë universitetit, siç nuk mund ta shoh veten edhe jashtë angazhimit, aktivizimit politik institucional, atëherë kur e kërkon nevoja. Dhe ne kemi nevojë, do të thotë, nga një herë nuk mund t'jesh rahat në qoftë edhe në çështjet profesionale derisa shumë zhvillime shoqërore imponojnë një qasje të cilin ne nuk e pranojmë. Ne nuk mund të akceptojmë diçka që nuk është e kohës, nuk është e rrugës së drejtë. Prandaj edhe aktivizimi jonë shihet në këtë prizmë. Nuk mund të jemi anash derisa disa zhvillime po e minojnë ato të arriturat tona, të themi strategjike që i ka pas Kosova. Prandaj këtë aspekt kontributi jonë do të jetë. Edhe një pyetje përsëri tek këto plagët tona, cila është ajo plagë e Kosovës që ju mban zgjuar natën dhe ju bën që të riktheheni përsëri në politikë? Ajo që është definitivisht shteti i Kosovës ka arrit të jetë këtu sot, falë miqësisë të madhe që ka pas me individ caktum, me institucionet, me shtetet që gjithmonë kanë qenë dashamirëse në raport me interesat e shqiptarëve. Dhe unë kur i shoh që ato po kemi qarje, kemi plasaritje dhe nuk po shkojnë në rrugën e duhur. Jo harmoni në veprim Jo harmoni në veprim, ta themi mos mirënjohje nga ajo që është arrit deri më tash, mos investim në ruajtjen e këtyre raporteve dhe miqësive ndërkombëtare. Kjo mos shumë të vret dhe na godet si individ, po besoj edhe si shoqëri në përgjithësi, për shkak se aspiratat tona, realizimi i lirisë, demokracisë, pavarësisë është në fal kontributit jashtëzakonshëm të miqve tanë ndërkombëtar. Dhe ati partneriteti që është arrit në vitet 90-ta dhe ka vazhdu deri me sot, duhet për ta mbajtur, duhet të investojmë vazhdimisht. Mos investimi në ato raporte është një brengë e madhe, jo vetëm për mua, po unë mendoj edhe për krejt njerëzit të cilët kanë një vizion dhe Kosovën e shohin në kuadër të vendeve prosperuese në botë. Profesori ka një familje të shëndosh, vërtet. Njerëzve intereson edhe ajo pjesë që përbëhet nga doktoresha e nderuar, që e duhet trokasim prej këtu. Kush me ka suportu më shumë? Mendojmë se kemi një gjuhë të tillë që jemi komplementare në kuptimin e ndihmës dhe suportit, ta themi që japim njëri tjetrit. Është një kritike e madhe, do të thotë, ta themi një vlerësuese jashtëzakonisht e denjit e zhvillimeve politike, edhe pavarësisht që rrin anash, do të thotë ka një qasje kritike për gjitha resorët e organizimit të shtetit. Prandaj debatin më të madh e bëjmë të. Ajo ka qenë edhe gazetar, domethënë prezentuese. Natë mjekësisë jemi të zotë. E vërtet. Juve zonja nderuar dhe sa fëmijë? I kemi 2 djemë, do të thotë Leka është 17 vjet dhe Luari 11 vjet. 11 vjet, një familje model. Nëse ata ulen një ditë, edhe të pyesin, o bab,
Aja vlejti politika, çfarë përgjigje kemi se mi dhonë, nga përvoja deri më sot? Unë mendoj që njeriu gjithmonë, pavarësisht zhvillimeve që mund të lindin edhe na presin të ardhmen, gjithmonë kur ke mendimin e mirë, kur ke një planifikim të cilin bazohet në evidenca, në të dhëna, pavarësisht disponimit shoqëror, ti ndihesh rahat. Se rrugën që e ke ndjekur është rrugë e sigurt, një rrugë të cilin e ke matë mirë, dhe unë këtë mundon ata t'ja shpjegoj, jo vetëm në familje, po edhe në shoqëri. Ne nuk e kemi komoditetin të presim gjatë. Shoqëria jonë ka investu shumë në individ, ka investu edhe në mua, dhe tash i pret inputet tona. Inputet jo vetëm në universitet, jo vetëm në pjesën shkencore, po edhe në shoqëri. Një prej komponenteve kryesore, ta themi, të stafit akademik në për universitetet tona është kontributi për komunitetin, për shoqërinë dhe aktivizimi. Çka do të ishte tragjike? Do të ishte tragjike në qoftë se dia do të ishte e shkëputur nga proceset shoqërore. Atëherë shtrohet pyetja për kënd ne prodhojmë kuadra. Dhe prandaj në këtë aspekt dia universiteti, akademia do të jetë lidhur edhe me politikën, në kuptimin e inputeve që do të jep, edhe me tregun, edhe me ekonominë, industrinë në këtë formë. Vetëm kështu funksionon sistemi i organizimit shoqëror dhe shtetëror. Universiteti, dia, shkenca, recetë për zgjidhjen e çdo gjëje në këtë botë, që na ka thënë deri në Mars, tash po shkojmë, ose pi dalim honës. Dhe zgjidhja është këtu. Nuk është zgjidhja me nashta inshallah din çaj. E formësuar. Profesor i nderuar, profesor doktor Lulzim Zeneli. Faleminderit shumë që erdhe sonte na the gjëra shumë të bukura. Besa pjesë edhe receta të zgjidhjes së problemeve e të zhvillimit të këtij vendi. Unë të uroj shëndet, rrugtim të mbar dhe absolutisht ju sugjeroj të gjithëve, e sidomos gollaku tonë që goxha mbetet mrapa në këtë, që ta votoni profesor doktor Lulzim Zenelin. Ky është vënë në dispozicion për mi shërbyer atë dheut. Çka i nevojitet është na ta votojmë me mendje të kthjellët, atë që na bën zgjidhje të recetave që bëjnë jetën tonë të formësuar me përmbajtje e të suksesshme në çdo nivel. Faleminderit. Jemi rikthyer, kemi thënë se këtë javë Kosova, unë gjithmonë më them, kur ka zgjedhje ka fest. Pavarësisht që oponencat mes vetes edhe thojnë jo ti e bëre, jo se bëre, jo shkoj, jo nuk shkoj, jo shkojmë bë. E rëndësishme është që ti zgjedhin njerëzit tanë në Republikën tonë të pavarur, e të lirë, që kishim prit 3000 vjet. Dhe kjo është e rëndësishme. Sot kemi fatin e mirë, e të rrallë, historik që t'i zgjedhim njerëzit më të mirë, që t'i zgjedhim ata që kanë recetat e tyre të zgjidhjes së problemeve, po edhe të zgjidhjes së atyre problemeve që e zhvillojnë vendin, që japin hovë. Pa humbur kohë, do të ftojmë një profesor, një doktor me përvojë kombëtare e ndërkombëtare, një aktivist, e fillon që student i shkëlqyer e deri në ditët e sotme. Dhe kështu është mirë, të na vazhdoj gjithmonë të thrasin profesorët e doktorët që të na japin zgjidhje. Sonte do të vi për ju, për ne, për të gjithë, profesor doktor Alban Zogaj. Profesor, një se jërë. Faleminderit shumë, knaqësi sa herë vi tek këtu edhe në këtë studio të bukur, faleminderit. Nuk e di, qështë e kemi komën në marë, herën e kalume kemi folë vetëm për profesorin, për sukseset, po jo për një pretendim si sonte që flasim. Se profesori jemi në natën e fundit, ku njerëzit mendojnë fix, edhe shpresoj të mendojnë, edhe të mendojnë thjellët, me mendje të kthjellët, se kujt do t'ja japin votën. Në misionin e kaluar kemi folë, por me gjithatë duhet ta themi, një CV e juja është qaqe begat, e qaqe përmbushur, që vërtet bën krenar që të kemi. Më falë që më ta tham në këtë mjërë të drejt për drejt. Edhe
Po kur të sheh edhe njeriu edhe kashtëri edhe profesor doktor, absolutisht rezultatet kallëzojnë, kjo është si puna e atyre që japin gola pa problem. Dhe nuk po merrem me CV-n tonë më se në realitet është nëse do të filloja me lexu CV-n tuaj, emisioni kryhet edhe ka që kemi kryer. Faleminderit. Sot do të flasim për më shumë. Pretendimi juaj është, synimi juaj është në këtë legjislaturë parlamentare, që unë e quaj panteoni i vendimeve, panteoni kombëtar. Sakt. Absolutisht i Kosovës. Dhe është bukur që ju synoni përsëri një vend aty ku i keni mundësit me dhënë atë që doni e që mundeni. Ashtu është. Dhe ju vini në realitet nga fusha akademike dhe ekonomike. Çfarë ju zgënjeu aq shumë nga politika që vendoset të hyni përsëri në të? Po e quaj përsëri, ju jeni aty në realitet. Afër politikës kam qenë gjithmonë, me thonë drejtën, Naim. Edhe si fëmijë, unë jam rrit në një familje politike, që e ka përcjell politikën gjithmonë, që ka qenë afër politikës. Letraro politike. Letraro politike, e sakt. Po familja e kanë përcjell shumë politikën. Edhe në tavolinën tonë të diskutimit në familje, politika ka qenë gjithmonë e pranishme. Kështu që unë edhe kur kam fillu studimet e ekonomisë, gjithmonë e kam pas një mendim edhe një vizion që një ditë do të kontribuoj për vendin. E kontributi për vendin është në politikë. Sepse politika është përditshmëria jonë, Gjithçka na lidhet. Për mesaj po futesh te atje, ku merren vendimet. Absolutisht, merren vendimet. Merren vendimet për sportin, merren vendimet për kulturën, merren vendimet për shëndetësinë. Andaj politika na përcjell ne çdo ditë. Kështu që kam qenë afër politikës, por gjithashtu kam dashur që politikës m'ia dhon një pjesë të profesionalizmit. Zhënjimi im ka qenë kur e kam pasur në politikë nuk ka shumë profesionalizëm. Pra duhet analizë, duhet diskutime përmbajtësore në politikë. E kam dashur që këtë pjesë m'ia dhon dhe tash jam pjesë e politikës, që një kohë pjesë e politikës aktive, dhe të shohim se si po na shkojnë punët në të ardhmen. Ju një herë edhe jeni zgjedhur si deputet? Po, isha deputet në... Ishit nën kryetari i komunës së Prishtinës. Ashtu. Keni qenë ministri kur ishte Lumiri, a? Kur ka qenë Lumiri ministër, unë isha shef kabineti në atë kohë, edhe pse shkurt në atë qeverinë Kurti neshim shumë shkurt në po një tregimi mirë, dorën zemër, si do që t'jetë goxha jeni shquë edhe jeni përfol fort për të mirë në atë periudhë. Absolutisht, edhe si ministri, edhe si... Për një periudhë tepër të shkurt kohore, ne arritëm me i kry disa projektet mëdha. E një prej tyre ka qenë ky rrethi i madh tek Albi Moll, që tash. Ai u zgjat shumë, ajo punë u zgjat shumë. Kurse kur erdhi Lumiri ministër në atë kohë, e kishte qëllim që me u përfundu shpejt edhe mirë. Edhe u përfundu shpejt e mirë. E qytetarët kanë qenë shumë të kënaqur me atë efikasitet të punës. Interesant profesor, ju ishit të dy profesor universitar, dhe Lumiri atë ftoi si shok, atë ftoi si kuadër që e dike që qatë punën tonë e den fort mirë. Edhe kryen punë. Na kemi qenë bashkë që kohë gjatë, edhe Lumiri më njeh mu shumë mirë në dy rrafshet. Edhe në rrafshin profesional e akademik, po edhe në rrafshin e punës, sepse kemi punu bashkë, edhe për para. Edhe unë e njoh shumë mirë atë në të dy rrafshet. E besa edhe në rrafshin e tretë, edhe në rrafshin shoqërore, familjare e njoh shumë mirë, dhe besoj shumë në qëllimet e tij, po edhe në përvojën e tij edhe në profesionalizmin e tij. Besoj shumë. Dhe unë mendoj që na duhet një kryeministër i tillë. Një kryeministër që është i fokusuar te puna, te projektet, te terreni. Një kryeministër që del atje në teren, edhe i bën presion edhe aty në firmave që i kryjnë punët, edhe krejt bashkëpunëtorëve e ministrive në mënyrë që punët me u kry. Sepse e di sakt qysh punon ai. E pas listën tuaj, profesor, dhe dominohet goxha shumë jeni. Profesora, doktora dhe më kanë zukje që janë njerëz që tash jeni njerëz që fundit recetën e keni. Jo dhe mundi me thonë, as nuk po bërtasëm, as nuk po thrasëm. Qëtë sahuni dojna mi ju kallëzu që shbohet, dhe kjo është sikur doktore që jam recetën. Për shërimin e... Tashi njerëzit duhet mi ju dëgju, dhe nëse dojnë zgjidhen,
ju e keni? A mendoni se e keni? Veç një shembull po du me dhonë, na jem para se me vazhdu me përgjigje. Në legislaturën e vitit 2025, nga 20 deputet të LDK-s, 10 prej tyre ishin profesor, doktora edhe doktora shkencas. E një edhe akademik Kujtim Shala. Por 10 prej nesh, 10 prej 20-ve, ishim doktora shkencash. Pjesa tjetër mandej prap krejt të gjithë me magistratura, njerëz shumë profesionist. Këtë nuk e gjen tek partitë tjera politike dhe në krejt kuvendin e Kosovës në fakt. E ajo çka po du me thonë është që jemi me të vërtet partije e intelektualëve, ashtu siç ka qenë edhe përpara LDK gjithmonë. Parti institucionaliste e intelektualëve, po edhe e profesionistëve, që vizion e kanë zhvillimin e këtij vendi. Ajo çka ne po ofrojmë tash, edhe në këto zgjedhje dhe çka kemi ofru në këtë kampanjë politike është kthimi i stabilitetit në këtë vend. Kosova ka nevojë për stabilitet politik, e pastaj stabiliteti politik e sjell zhvillimin ekonomik edhe stabilitetin ekonomik. Po që shëshini stabilitetin e politik? Në më thonë, cila është receta juaj? Përdori se unë jam doktor dhe kjo është profesionale. Stabiliteti politik vjen me fuqizim të LDK-s. Sa më e fort LDK, aq më stabile edhe situata politike e aq më e zhvilluar Kosova. Këtë po e them në vazhdimsi. Cilat janë komponentet që e përbojnë qitë stabilitet ekonomik? Stabiliteti ekonomik vjen prej zhvillimit. Pa zhvillim s'ka stabilitet. Kështu që ne po insistojmë zhvillim ekonomik. E zhvillimi vjen me investime. Krejt plan programi ynë është i fokusuar tek investimet. Ajo çka i ka mungu Kosovës në këto 5 vitet e fundit janë investimet. Profesor, a ke marrë pjesë në konceptimin e këtij programi? Patjetër, isha pjesë. A keni marrë shumë veta pjesë? Shumë vetë. A keni diskutu kështu në mes në... Ja, po ju spjegoj procesin. A dhe se një modeli mirë është që ta dëgjojnë njerëzit. Po ju spjegoj procesin. Së pari ne e kemi pregadit një program politik të shkurtit vitit 2025, e që ka qenë një prej programeve më të mira politike të ndërtume në Kosovë që prej çlirimit. Në atë program politik kanë marrë pjesë me qindra ekspert të LDK-s të ndomë në grupe, sipas sferave të punës. Shëndetësia grupin e vetë, arsimi grupin e vetë, ekonomia grupin e vetë, energjia grupin e vetë, sporti grupin e vetë. Pra kemi qenë ndomë në grupe dhe krejt ato grupe kanë sjell deri tek një program politik fantastik i shkurtit të vitit 2025. Kurse tash në dhjetor edhe në këto zgjedhjet e qershorit ne normalisht jemi bazuar në atë program i cili nuk ka nevojë me ndryshu shumë sepse nuk na erdhi as shansi për ta paraqit atë platformë, për ta paraqit atë platformë politike e ekonomike. Programi është i bazuar në zhvillim ekonomik kryesisht, pra ne insistojmë zhvillimi i Kosovës vjen me zhvillim ekonomik. E ardhmja jonë evropiane vjen me zhvillim ekonomik. Pa investime, pa zhvillim ekonomik, nuk ka zhvillim shoqëror pastaj e politik. Se jesim vazhdimsi të fundit. Dhe këtu jemi duke qalune. Shqiqoni si pas raporteve të fundit, ne jemi vendi i dytë më i varfër në Evropë. I dytë prej poshtë. I dytë prej poshtë, i dyti më i varfri. E nuk e ka Kosova këtë, si me thonë, nuk e meriton Kosova këtë nivel. Nuk e ka dhe këtë privilegj me mitë këtu. Nuk e meriton këtë nivel, sepse ka resurse. Ka resurse na jem. Mundet me u zhvillu tutje. Ma e keqja është që neve po na ikin vendet fqinje, vendet e Ballkanit. Po na ikin. Po krijohet diferencë mes tyre. Një shembull të jap. Diferenca në ekonomi, diferenca ekonomike në mes Kosovës dhe Shqipërisë ishte më e vogël 5-6 vite përpara se sa sot. Pra ata tash po na ikin. Ne i gëzohemi zhvillimit të Shqipërisë. Por kemi dëshirë edhe ne bashkë me ta me pas një hov të tillë të zhvillimit. Plot gjëra na ke thënë deri tani që absolutisht e determinojnë është ta pyetjen e ardhshme në vazhdim, po është pyetje shumë e zakonshme, po në realitet profesor doktor Alban Zogaj megjithatë edhe më konkret do të më na thonë pse do të më votuna. Duni me votu LDK-n e para në mënyrë që ta sjellim këtë stabilitet politik që po e kërkojmë ne, që po e kërkon edhe vendi.
në krejt takimet me qytetarët që i kemi pas në këto muajt e fundit, se cila kërkesë e tyne është e lidhur me stabilitetin. Boll më podhojnë. Jemi lodh me zgjedhjet një pas njëshme, jemi lodh me këtë destabilizim politik, kemi nevojë për normalitet në vend, kemi nevojë për stabilitet politik, kemi nevojë që mandatet me shku deri në fund me u kry dhe ky vend me hy në rrugën e zhvillimit ekonomik. Këtë e ofron LDK. Vetëm LDK e ofron këtë. Pa LDK të fort nuk ka stabilitet politik këtu, po shihet kjo. LDK e dopt, Kosovë e dopt. Sa herë është e fort LDK-ja, Kosova zhvillohet. Andaj duhet me na votu, dhe unë besoj shumë që kemi mbështetje, kemi vot, po e shoh këtë në disponimin e qytetarëve të Kosovës, e kom pa në krejt takimet që kemi pas gjatë kësaj fushate. Pra kemi një disponim shumë të mirë tek përbashkimi i LDK-s edhe i së djathtës, edhe kandidatura e presidentes Vjosa Osmani ka dhënë një disponim pozitiv, edhe kandidatura e kryeministrit Lumi Radizhiku, andaj ky bashkëdyzim dhe ky bashkim rreth LDK-s do të jep rezultatet e veta. Çfarë i frikson më shumë, humbja e zgjedhjeve apo humbja e besimit të qytetarëve në jetën e përditshme, si një profesor doktor, pretendent për deputet në parlamentin? Humbja e besimit do të ishte e tmerrshme dhe më frikson normalisht më shumë. Zgjedhjet humben, e fitohen. Po besimi është ai që mbetet përgjithmonë. Andaj humbja e besimit do të ishte e tmerrshme për një politikan që don me vazhdu karrierën e vet politike, po edhe për një profesor, sepse ju lutem, ne përveç që kemi karrierën politike, ne kemi edhe karrierat tona profesionale. Unë jam profesor, shtëpia ime është universiteti gjithmonë. Edhe nesër mos t'jem në politik. Unë e kam shtëpinë time profesionale, që është akademia, që është puna me student, e që më ofron një kënaqësi të papame. Edhe këto kohë. Edhe goxha një rahati. Sa herë që shkoj. Edhe këtë rahati po e prisë po vesh në shërbim. E vërtet. E mendon si shërbim? Shërbimi është qëllim. Apo si privilegj? Absolutisht s'ka të bëj me privilegj, sa është qëllim për me shërby për vendin. Me shërby për vendin, me i dhon vendit. Ke përvojë ndërkombëtare, ju edhe keni doktoru jashtë, edhe keni lëviz gjithandej në nivel të dijes e të shkencës, edhe prap jeni kthy në Kosovë. Po shumë të ri po ikun nga Kosova. Çfarë do t'ju thoshit atyre që të besojnë se politika, domethënë, që të mos bëhet shkak politika për ikjen e tyre apo largimin e tyre? Shumë takohem me të ri, shumë. Dhe shpesh shumë prej tyre ma thonë që e kemi në plan me lëviz, e kemi në plan me dalë prej vendit sepse do të gjejmë një jetë më të mirë, një punë më të mirë, një pagë më të lartë, një jetë më të mirë. E unë ju them, qofse ju shkoni edhe e leni Kosovën, ky vendi joni, kjo Kosovë jona e dashur do të mbetet pa juve, pa njerëz. E Kosova pa njerëz nuk i duhet askujt. Andaj ne do të me insistu tek më të mirët tone, që është rinia jonë, me një talent të papam. Ne duhet me insistu të këta, dhe mesazhi im të këta dhe sot është qëndroni në vendin tuaj e të punojmë bashkarisht që me forcu Kosovën. Sepse me lëshu Kosovën mundet me qenë lehtë, e gjejmë ndoshta edhe një jetë më të mirë, por na mbetet Kosova pa njerëz. E Kosova pa njerëz është e kërkujt. Nuk i duhet askujt Kosova pa njerëz. Edhe besa, Kosova pa njerëz është pastaj një qëllim i arritur për armiqtë tonë. Po, sigurisht. Armiqtë tonë e dojnë Kosovën pa njerëz, edhe të zbrast. Kurse ne duhet me luftu e me punu shumë që Kosova me pas ardhmërinë e vet me trit e saj. Nëse si një deputet nesër do të mund të realizonit vetëm një projekt për Kosovën, cili do të ishte? Ka shumë projekte që i kam për zemën e që janë edhe në programin e LDK-s që e kemi prezentu, por disa që kisha me i ndoshta janë që lidhen me energjin, që lidhen me sportin, që lidhen me zhvillimin ekonomik në përgjithësi. Shqiqoni, ne jemi duke e përjetu aktualisht edhe një krizë energjetike të papame. Po blejmë energji prej vendeve tjera e po blejmë energji besa edhe prej Serbisë.
E kjo është e pafalshme për një vend si Kosova që ka mundësi me prodhu energji. 1 miliard e ma shumë se 1 miliard kemi ble energji elektrike në 5 vitet e fundit. Gati 250 milion euro çdo vit. Po kemi ble në 30 vjet e fundit. Ma pak kemi ble, na jem në kohën e kalume, e shumë kemi ble në këtë 5 vjeçarin e fundit. Se kërkesat janë rritë. Tash keni të drejtë, kur akuzoni për kontur global këtë pjesë, po ka pas probleme edhe më herët që nuk janë realizuar. Ne mundemi me prodhu, e vërtet është kjo që po thu, e vërtet është. Po, unë më shumë do të doja të na thonit sa muj me prodhu na, çka muj me bon na. Me LDK në qeveri, ne me njëherë do të fillojmë ndërtimin e termocentralit me gaz amerikan. 500 milion euro investim, 500 megawatt prodhim. Ky termocentral me gaz do të ndërtohet në afërsi të Ferizajt, mes Ferizajt e Kaçanikut, sepse gazi vjen Selanik Shkup, Hanelezit në Kaçanik. Gazi amerikan, ju lutem, ky ka qenë edhe një projekt që është ofru prej amerikanëve e është refuzu prej qeverisë fundit. Ne do ta kemi prioritet. Një prej projekteve të para që do ta fillojmë me njëherë. E bani me njëherë. Me njëherë. E ky është një për projekteve që e kisha nda për shumë. Po se kënjonin e ka refuzu, do t'jerë plot i kini refuzu ju. Që keni... Cili ka qenë momenti më i vështirë në jetën tuaj, edhe akademike, po edhe politike? Ka momente të vështira, sidomos edhe në këtë karrierë politike. Ka momente të vështira, sepse politika është e vështirë, me ballafaqime tranda. Ka momente edhe të humbjes. E kom përjetu rënd shumë edhe rezultatin e dhjetorit të vitit kalum. Ka qenë momenti vështirë për mu, sepse kemi dhonë shumë për të pas një rezultat shumë më të mirë. Kemi pas edhe shpresë, edhe besim që do të kemi një rezultat shumë më të mirë. E pastaj e përjetova me të vërtet rënd. Por tash po e ndjej një disponim krejt tjetër edhe një besim shumë të madh dhe besoj shumë që në këto zgjedhjet e 7 qershorit do të dalim shumë mirë. Po shoh që nuk po qit një vijat kuqe dhe mirë është. Tash kur po flasim unë dhe ju, është nata e fundit në realitet, po dhe mirë është dhe na kemi shpresë që megjithatë ne luajmë, mund të fitosh ti apo unë, por pastaj dalim edhe i zgjidhim problemet. Pajtohemi. Nuk dojna me shkatrua as fushën, as rjetat, as golat, por dojna me vazhdu me bo taktiken, më pregadit që me fitu herën tjetër. E përdorët një analogji shumë të drejtë, shumë të saktë, edhe me fushën, edhe me futbolin, Unë kësha pas shumë dëshirë që një ditë të vi politikat në atë nivel edhe në Kosovë, ku ndeshjet edhe zgjedhjet do të ishin si një lojë futbolli e bukur, si një finale e Champions League-s, ku pas fitores të njërit ekip, ja japim dorën njëri tjetrit, edhe pse kjo po ndodh Kosovë. Ne duhet të mburremi dhe të jemi shumë krenar me zgjedhjet në Kosovë. Kemi zgjedhje shumë demokratike, kemi zgjedhje shumë të qeta e shumë të mira, na kanë lakmi vendet e rajonit edhe mëtej, duhet të ruajmë këtë kulturë të zgjedhjeve, t'i pranojmë rezultatin në fund dhe pastaj pas zgjedhjeve, ashtu si që the edhe ti shumë bukur, tulemi në tavolinë për marrëveshje politike. Kushtetuta dhe rregullat tona kërkojnë marrëveshje politike. Vendi ynë Kosova është e mësuar me marrëveshjet politike. Gjithmonë kemi pas marrëveshje politike. Presidenti Rugova i fitonte zgjedhjet me mbi 60% dhe prapë ofronte marrëveshje politike. Votoni neve, votoni edhe këta ka pak. Votoni edhe të tjerët thoshte. Demokracia. Votoni edhe të tjerët sepse duhet me zhvillu demokracinë. Veç me paskon gjallë sot jo që nuk votona krejt se koqajna ligë. Jo. Kurse sot po kërkohet diçka tjetër. Sot kërkohet votoni neve krejt për neve. Kjo është e dëmshme për demokracinë. Ne po kërkojmë që ta fuqizojmë demokracinë. Demokracia fuqizohet me stabilitet politik, me partitë të cilat ulen në tavolinë, bëjnë marrëveshje politike, ecin tutje me kompromis dhe zhvillojnë vendin bashkë. Po, gjatë jetës, dialektika ka edhe zhvillimin evident në bazë të formulave të zgjidhjes, edhe një formule ka bërë këtë tavolinë, këtë filxhan, kështu që ka bërë zgjidhje të mirë, e ka shpëtu njerëzimin, me qituin dikun ku edhe kështu janë bërë zgjidhje të mira.
progresive për njeriu ku edhe kanë progreduar dhe jetën, kualitetin e jetës e të gjitha, po kanë herë ka dhe frym. Po, përsëri po kthehem tek juve si profesor, doktor ekonomie, nëse sot do të atakonit një qytetar që fiton 350 euro në muaj. Tash fitojnë pak më shumë se i kemi. Çfarë do t'i premtonit dhe çfarë nuk do t'i premtonit kur? Unë mundohem shumë me qenë me qytetar, me qenë real. Dhe premtimet, me qenë premtimet të cilat me të vërtet munden me u realizu. Krejt ato premtime që i kemi në programin tonë janë projekte reale, të prekshme edhe që munden me u realizu. E ati qytetarit me pag minimale sot në Kosovë i them që me ne do të ndodhë rritja e pagave me njëherë. Për arsye se pagat në Kosovë nuk janë rrit mjaftueshëm. Ne kemi inflacion të lartë në vitet e fundit. Prej vitit 2020 deri në 2026, 40% inflacion kumulativ. Pra 100 eurot Me nxjerr mesatare 100 eurot e vitit 11%, ha? 100 eurot e vitit 2020, sot kanë vlerë 60 euro, as 60. Po. Çka ke ble me 100 euro në vitin 2020, sot s'munësh me ble me 60 euro. Kjo nën kupton që qytetari i Kosovës sot është më i varfën për shkak të ngritjes së çmimeve. E pagat duhet me i përcjell çmimet. Ku gjoni parat? Ka pare në buxhetin e Kosovës. Buxheti i Kosovës tash ka arrit në 4 miliardë euro. Në një mandat politik 4 vjeçar, një qeveri menaxhon me 16 miliardë deri në 20 miliardë. Kjo qeveri e kalume ka menaxhu me 20 miliardë euro në 5 vitet e fundit. E s'ka arrit me lon asnjë shenjë në vend. Paret janë, ne do t'i ndajmë në 3 shtylla të mëdha. 1 miliardë e gjys në paga, një shtyllë e fuqishme e pagave, ku rriten edhe pagat, 1 miliardë e gjys në investime kapitale, në projekte të mëdha për këtë vend, ku e rrisim ambicjen për zhvillim ekonomik. Dhe pjesa e mbetur rreth 1 miliardë e gjys në shërbime publike ose mirëmbajtje të shtetit. 1 miliardë e gjys po i mendoni investime kapitale? 1 miliardë e gjys çdo vit investime kapitale. Në vit. Në vit. Në një mandat 5 miliardë euro investime e kemi në programin tonë. Në programin tuaj. Patjetër. Po kthehemi pak te jeta familjare, po edhe te jeta juaj. Kush ka qenë mentori juaj? Ju në realitet jeni rrit me libra, pranë librave, se babi libra ju ka ofruar. Sakt. Por shumë jo, po libra po. Sakt. Kush ka qenë mentori juaj në formsimin tuaj, edhe akademik po dhe politik? Familja gjithsesi që ka pas një rol t'jashtëzakonshëm në formimin tim. E në veçantë i baba, që edhe ju e përmendet e të falenderoj shumë. Ai ka pas një rol t'jashtëzakonshëm në formimin tim edhe akademik, po edhe politik. Pra unë jam rrit me librat edhe rreth librave, baba letrar, po mandej edhe unë e quj shpesh shpërndarësi i librit. Ai e ka shpërnda librin në Kosovë. Shpërndarësi dijes. E ka shpërnda dijen në Kosovë dhe librin në Kosovë, andaj kam fitu shumë prej asaj pune. Faleminderit. Azem Zoga i baba im. E falenderoj shumë. Po, Azem Zoga i nderuar, që më thonë jetën kina marrë libra prej tina. I kena blerë, ne herë, ja kena marrë. Saktë. Po me Skënder Zogajn bashkë bisedon për politikën? Shumë shpesh. Edhe jetë letrare dhe politik. E kam edhe Agjen Skënder, e kam një idol politik, po edhe idol edhe si një njeri shumë i këndshëm, shumë i afërt me popullin e me qytetarët, andaj e përshëndes shumë dhe e falenderoj për mbështetjen që po më jep. Ai mbështet shumë edhe me këshilla, po edhe me mbështetje gjithku. Flet mirë për mu, ai po më thot që po mburret e është krenar me arritjet e mia, andaj kjo është e mira e politikës, po edhe arritjeve akademike. Sepse bëhen krenar edhe familja, edhe shoqënia, edhe rrethi që pikërisht kur jeni këtu, a më të votu më shumë si profesor, si politikan, apo si njeri? Të trija bashkë, ndoshta një kombinim i këtyre trijave. Studentët më votojnë si profesor dhe shumë prej tyre më mbështesin edhe marrë mesazhe prej studentëve. Tani si politikan po bëhen gati 10 vite që unë jam afër politikës e aktiv në politik, por në anën tjetër edhe si familjare qytetari i Kosovës e i Prishtinës. Unë jam këtu, i rritun e i lindun, Prishtinë.
me Prishtinasit e mi. Andaj jam njeri prej tyre. Kështu që nëse dojnë me votu një njeri që e kanë ofër, atëherë e kanë mundësin me më votu në këto zgjedhje. Familja juaj, kjo familje që ju ka suportu ka shumë, në realitet, përbëhet prej? Unë kam një familje të vogël, 4 anëtarshe, gruaja ime Rina, vajza Anda edhe djali Genti 9 vjeçar. Por normalisht e kam edhe familjen e gjerë në Prishtinë dhe në Prizren kryesisht. Mu sinkronizu ju zogajt, ka gja shumë dalin vota kështu. Zogajt është e vërtet edhe në anën tjetër mbështesin edhe me këshilla politike. Kush ka në suporton më shumë, zonja juve? Patjetër. Ajo më jep, Rina më jep një mbështetje të jashtëzakonshme dhe e bën një sakrificë shumë të madhe. Sepse shiqoni, kampanjat janë të vështira dhe politika është një aktivitet që kërkon shumë angazhim. Edhe mbjen me qenë shumë jashtë shtëpisë. Orari dhe fishuar në realitet. Absolutisht. Edhe akademik, edhe politik, edhe... Mbjen me qenë jashtë shtëpisë, Rina dhe fëmijët e bojnë një sakrificë, por më mbështesin shumë. Për fëmijët mu kujdes maksimalisht, me të thirë kanë herë me të vetë ku jo burë. Kujdeset shumë për ta, unë jam shumë falenderues për punën që e bën me fëmijë, për mbështetjen që ma jep, edhe për krejt këtë suport. Profesor i nderuar, profesor Dr. Alban Zogaj. Faleminderit shumë. Ky vend ka shumë nevojë për njerëz e ditur, e të shkencës, sepse veç ata ja japin zgjidhjen. Absolutisht. Shkolla, dija dhe shkenca e ka qenë njerëzimin deri në ato nivele që thamë edhe më herët, në Marsë, në hanë gjithandej, edhe kjo shkolla dhe kjo dituri është vënë në shërbim me vullnet të mirë. Edhe unë iftoj të gjithë të votojnë, se keni me votu doktorin që ja u jap recetën e zgjidhjes së problemeve e të zhvillimit. Unë të dëshiroj rrugtim të mbarë edhe suksese. Nesër me sabah kemi me uquë edhe me ju votu dhe ishte klasë. Faleminderit shumë, klasi. Shumë faleminderit. E faleminderit. Më ka hinu i. Nësë mja bu si Miria me shkullën që qenë në hore zekulli. Në është ta ma kip, mas gjenan të qysh. Miria, i mirë. Ola, shko shtirë, më fushkosove gjenë. Viki. Oj, Miri, fushkosu, ta fushkosu për rente. Po. Oj, Mirie, ma e mirë se krejte. Kyna imi, qyshti mure mente. Nuk mi mori, mi mur pereni. Usë jamër pra kashtica. Se ndikoj ajri, ma shumë se mi trëvica. Bob, jo njoftu me një thamën. Në fënd, jem robot. Jem robot me kërinda ki. Apo, a? 2 sene mi ka thonë ta kem parë. Qa? Ose do t'jem gruja jote, Ose? ose do t'jem arsyeja që gruja jote të njete ka me ta kontrolu telefonin. Bob, me këtë gjest që ka një zemë. Njoni gjest nuk më ka pëlqy. Cili është? A mujna tha me hongën një dark me familje. Sveckis. Thashaj se po dalë, dola me meqt. Me pa, bab, sa të edukum, sa të ngritur, folqin me gramatik. Këta të meqt s'mu do këshin kur gjë. I kishe njofë ma te qa po të vynë? Kur ja kanë fillu dhëndër, urime, dhëndër, me qëfar meresh? O, Bob, goja mjallë që qëtë ke meqve. Qa mi thonë, Bob? Bish mu ka kujtu njerë, jam investitor me rrezikshmëri të lartë. Ajo vjera e shkona si lapa. Qëfar konkretisht? So një thësh, Bob, në Evropa, Bob, këna lujtë shumë. Skori Evropa, jam investitor roja. Kështu me ndërtime? Thash po me ndërtime. Me sa tu? U pridarka, si që ka i shpe, i blej 2 litra në gjyrë të kaltërt. Typi nalë, se na shpine kena pakulm. Veq i zëlimin e kena. Te luj Bob në gjyrë të kaltërt i zëlimin krejt.
krak, kur u dal nona jashtë, o, ku djali jem, pse izolimin e kaltërt më duk kështu? Oj, non, thash i kom kusheret në Evropë, kur ti në Google Maps, thujnë kusha e pas ka pishinë në altë. I hanë boki, që të të gjumi nuk jenë zembo. Se Google Maps të pishinë në altë, ka privash. Se për një mërë, shumë kom bo për kushereve që se unë shumë më kanë dalë pi hujet. A pse ashtu, qa ka ndodhë? O, Bob, i kum pru në Prishtinë. Edhe? I kum morë pi katunit, i kum pru në Prishtinë. Po? Kum qyrë mi integru. Ha? Po katunin s'po mu imi anëzirë pi lukë. E ja probleme. A dhe mire me të takështë. Ta është gëni kush një natë i tira në dorkë. Ha? Shtrinë, okej të në qëtu, hollën. Ta është kushere, dini që ju i një generata e fundit e njerëzve të kësek në familjen tënë që unë një dërej hotri bobës. Oh, Nuk e kemi të meqëm. kësnimi malë. E cili një një dërë me kalzu tatun. Se ka orë në Prishtin ka bu tatu. Tha është kush më ngo plinë, nuk bë tatuja. Që ashtu është bob. Kër e ka qelë kënina, e kish boj lahutën e malësis. O, veç më ka kujtu vici njerë. Vici? Që ki kusherini jeme ka pos një vic. Kër e kon vici vogël, kjo e ka rejtë më boj malë, mi boj një 2 vjetë, që e rujke mësë mi hangër qendë. E kër e shiti vicin, e mërë porët, tani hangër qeni porët. Që që hangër qeni porët? Po ka shtu në basture, e ka shti qeni me në zëvenin e porët. Qaj qeni në me një hangër porët. O, për ta, kej, Bob. A që kjo ku ka i qeni me nonën? Që e ka posë nonën me veti. Që kjo e ka posë nonën me veti. Bob nga më. Që e femna që këm dole atë natë në dorkë me mishë, më thirin telefon. A petë më thy shpirtin me më prek në emocion. Ja. Se di ke, Bob, që atë nerve në emocionit e kënë këput më të janë e, Bob. A kem ri mirë shpe? Tha shkom ri. Veç do shta me dit, edhe jom të pyt vetën, ku ke jetu ti dhe i tash, që së të këmë taku ma për para. Bob, në modest. Tha shkëma për Evropë, si në Kosovë, Prishtinë. Tha shngëm ti që kam një të shumë familje mireshe, por nuk je për mu. Po jo, Bob, e që këshyrë me njemet njëftu me prende e s'dvinë sana, Bob. Jo, a? Po jo, Bob, mu më dët një asit që ta qërë djoli mirë, unë e po të du. Po. Ti dil ka dush. Ku ti krysh ke dil. Ja s'ma lëpshë shumë ti. Po ka dalë. Nëse ti këthejsh të unë e di që po ma din vlerën. Po, a? Qa ja dash një. Luft me thika, hej more hej. Ka qani ku tira pika, nuk e din se qka është frika. Nan sahat, luft me thika, hej more hej. Qasht kjo kris mizore, frigen po mashtin, mbas do gure shkrepi, po bi, gryk se ka
ushtërinë e ktheu prap, pash more zagat. Dërgu pasha mor dërgut, ka qamikun mos e ngut, mos e ngut e len rehat, merr ushtërinë e ktheu prap, pash more zagat. Zbardh edhe kjo dit, pash mor pse po hik, mos meno me hup, dzen shqiptarin shkup. Ku do prek litari, jo Stefan Shqiptari, dhe në vdekshten gjallim, hakun do ta marrim bashk morne. Dërgut pasha mor dërgut, ka qamikun mos e ngut, mos e ngut e len rehat, merr ushtërinë e ktheu prap, pash more zagat. Dërgut pasha mor dërgut, ka qamikun mos e ngut, mos e ngut e len rehat, merr ushtërinë e ktheu prap, pash more zagat. Hey! O, luj tonë, du mu të nënë pasha zute. Po, na vje kalemi me sajipin. A jesi, se kom hongër kip. Që shini se kom hongër kip, s'bja vit në ngatë. Ani, mirë. O, du më të rënuona e më pasha një Allah. Pe kjepve? Jo, Po, më... për i kujna? Po, a pëdi më ka zute me shkollë si e mërë burë. Po? Bëllë budolë jam për dësene pi vrejë mërë. Pasha zute, po, të mërë këj popull jemi priru, mi votu vish budollë. Jo, pse? Qysh mërë pse? Ha? Po këshore më kusha bo minister për që ta jela këto. A me të qiko, a me të. Po, një Allah. Këshore ka ne keni votu, këshore farajvoni. Këshore me stil të Këshore, me stil. Këshore ona. O, zëtë mërë, a jetë unë po. A peshe kitë popull shka të jekë. Këshore ona e mu. Këshore këta ministrat duke në mirë, kështu po. Këtu janë krejtë thotë, këshore shka më. Këshore ba të mirë. Je mërë zëtë e ro. Qa ka shti atë? Këshore, ku më ditë për nëjmë. Këshore në posë një Allah. Nga moj qa drejta shka? Ma që të pak, ma ndritë shumë mirë. Këshore për sa mirë duket. Allah i lavesh për mes pomës për vëtujna. Këshore. Qilë maqina. Po pëshile mërë Allahit për ofë. O minister. Pëshile se orë për një. Ngre për pita, din. E ka harrum njeri? Jo, kom rrugë jam të menu për po, për këtu rodhëm djelë në. Të menu për po! Edhe 4 vjetë, për s'ka më poha nena, për një bjatë të këmboj. Po unë që ratë shtot, deri në nëra 12 menu për po. Deri në 12. Po të notës. Notës? Po. Jo, la këta në enë ta, politikaj dhe pitet vetë dhe në 4, menuin vish për barkë. Po. Rëpe për pjetë. Po. Me hangër me pjetë, sane, qofe për pjetë si investojnë hiq. Ja. Jak, ne bëshe ko për shërë. Ki kotër që në disa gjumë, dole kanë rejtë, ta në menuin vish për shfalerka. Cilin hotel me shku. Cilën përmershën edhe vila, me në herë ka njës kjo po, për mu. A pise kjo, a? O, nej mu, pa ju më rritë mërë me tonë. Morat vre me të shëripe këshin bon. Po qa me bon. Shura kësha bo minister tash. Ka përparu? Unë premtoj ke. Ka hec? A, di që më ke premtu? Po, shkam ke thonë asfaltin tash të rej? Asfalt dhe të dera. Qërë besa mirë pa full, din më ndritë poshtë një zëtë. Kesh pak? O, dhe të mira ka gjithë dhamë, o, nej mu. Jo. O, pa, a din një dhamë që konkrete ka post fell, i thëshin shaj dhamë si. Qështë hangë që e misin mirë. Dhe me stot, e vilke, të nona. A petë se pas ka thy rekordin, 10.000? Noltit, 10 poshtit, 20.000. Po, ja, pas ka thy. Këta si kom rregullu, veç këta nartë, veç puna qëri pubët dhe në që po vjedhë.
A din matematikën dhe, ko në elë shumë për e pasha zotin, a di tabelën shëmëzimit. Ju se di, se me dit, thoj na mytë të na vjedh. Ka. Mos me ditë ku ka budal, unë jam gjerdap me popull. A din me nxje qenë para popullit që të pini zëqit dhe nish të prapës ne. Jo nuk di. Që shka pritet për ti për Për ne. të poshtë, për natë këj bëvakja. A për goj, kështu miro, kur të vjen vakti me votu këta folin, me qitë goj ka përmtu ka më ta bon asfalt kret. Këta shtrej, unë ka përmtu edhe WC publike, ka tho ka me bon. Këta me së të i bon shë WC publike, pa hajde ha kryo nevojën që tu. Jam të prish nëse bashkë me naimi ka me thonë. Këta se kanë gojle najmë. Ja, këtë rënë së dush. Si t'ja që gjvotën, knej, hen, knej, që dy bira i ka. Knej, hen, knej, del, se ka gojle. Veç, isholla, najmë, nuk e që knej, mos e s'ko ka me dojnë kërë. Edhe një sen për thamë, kiku gjithë, puno për popull, më srejnë. Natë e dit. Knej e ke haru qelë, mirë është. Vish me po me haru knej për mas, me shku ka gjakova atje të adreshi. Atje nuk gjej më shku, as vetë. A mo që dhe për poshtë, e kom harru se kom morat asistenten, se aja më regaqëm. Ajo kujdet! Ja, që ti kome të resh me kesh. Kam ke premtu? I kom premtu, edhe që ato kam i premtu gjitha, deri dhe mandati tjetër. Po. Specat, kena mi au mjell, në sere. Specat qika që keni mi morë. Jo, më qika që në mësuve qika që morë. Kumpirat, kena mi au mjell, edhe ato, sa të muni më hongër. E që ke fjallat të specat, edhe kena mi au vadit me shlaf. Qëre, pi partive tjetër, den qika që kena hongër me na imi specat. E ta? Vitë me sëpë mi brëllë, se për dhe që të jena mësuna, djekë se pa djekë se përbim po për një qysh. Veç dhe që ka, rano, si shola e bot. Jo del bolde që të se me edhe kënej u teper. Miro, na e vest erda me të kazu modelin, se qëfar bodal për vëtoj më rebur. Ja. Qërë, shumë mirë. Mu do këtë mirë. Stilin, premtimet, krejt. Që këto ka arru, po shkujmë. Veç erda me të kazu që dost jem, a bo minister. A po, e po shkepja hoj dork dikun. A po, që kja dork, jetë më se qëtëse? Jetë e qëtë se po moni më të mësë po vinë ma për të zjedhje. A për po në zjedhje. Se deshta me thode dishka. Po. Ato, tash, po majme që kena me shku në zjedhje, tash ato që kena dhonë ka 100 euro, tash edhe ka 100 kena me aushtu. 200. Ta kena me aurit edhe penzione, që ka më 150, ta kena dhe 100 nga 200. Edhe në detik kam ju qu, ku po dënë me qu? Në Antali, apo dënë Dors, apo dënë Mlur, apo dënë Ulqin, zgjedhën vla, ku po dëni? E veç votën me në avoneve. Veç mes me harru. Jo. Vecen publike e ke përemtu. Ato që se. Pasha zote nuk e banë që kë kamjaronin, ke me orë me të cakot të dera. Ska nevoj se bëjnë politika to. Të po gjitha, kanë botë, kanë bo grunë. Ajo në në forë që duhet. Programu. Na e ma të përshëndeshëm. Që do me orë me hongër dorë, kësi ta krysh, hajde. Ti pe dik orë ma të. Atje. Se mos në zonë të. Ade shimi na em. Vaj premtimet. Kësmet. Ato veç votën në jepni. Sigur të keni. Hajde, edhe manë vëllohi, po të ku me mojtë kotra e tepër. Sigur të keni, sa të gjone që seja, sigur të keni. Te motën me budallak, sa ma shumë budallak, ma shumë do të manë.
juve ju rafika veç për juoj kam e politika veç për juoj kam e politika se për juve sos filozofia salzon veshja o qka është burnia se për juve sos filozofia salzon veshja o qka është burnia Po që rajtas të gjatas. Po që zi! E po, ishte kjo e tëra. Fleni mirë, ndroni bukur, e zgjohuni në pace. Natën e mirë, miru pashim javës tjetër. Natën.